është shumë interesante, Rut, se çfarë ndodhte? Në atë kohë dublimet ishin 2000 lek fjalia. 2000 lek fjalia. Reshti. Po, 2000 lek reshti. Po. Dhe quaj resht edhe nëse ti thë, "Oh, ika." Dhe ndërkohë, tani llogaritet i si fëmijë, sa para që mund të bëja unë, sepse kishte role për fëmijë të cilat ishin para 20 vitesh po. Role të cilat ishin për shembull role kryesore. Si më thënë, ja, është një çift dhe fëmia ishte në rol kryesor. Dhe unë ndërkohë bëja këtë rolin. Tani mendoje pak se sa fjali sa rreshta mund të ishin. Dhe prindërit e mi shkonin për të marrë paratë në atë kohë dhe unë sot për shumë e kuptoj dhe mendoj, them, si ka mundësi për ne më toleronin, ma merr çfarë duash. Futesha në për dyqan e merr ç'të doja. Ishte rroga jote? Ai ishte rroga ime. As gjysma, tjetër në hanin vet. Abuzime fëmijët. Si sfjeruajtën ato para. Po. Shiko, 2000 lekë që atëherë kishte tjetër vlerë, ë? Po, me 2000 lekë atëherë për shumë. Rreshti. Sa rreshta lexoje thjesht për të bërë një llogaritë. Nuk ka patur shumë. Mund të them që kam marrë rroga që sot për shumë konsiderohen shumë të larta. Tani, në këtë kohë që flasim, imagjinoje. Nuk ishte shumë fëmijë. Mendo pak për të gjithë filmat në atë kohë mund të kishte 4 fëmijë, 5 fëmijë maksimumi. Domethënë që ishin me kokra që dublonin të njëjtat filma, të njëjtat personazhe që këndonin. E kuptoj. Po llogaritë sa rreshta mund ishin. Llogarita. Dhe po flas këtu, un kam një blog që mbaja shënim. Gjithmonë tek ai blogu shënoja në fund të çdo dite sa fjali lexoj. Që mos më humbin para. Ua, mendje biznesi. Mendje biznesi.